tentativa për të fshirë serverat kur nuk fshihen. Mund të bësh tentative për t'i kanceluar, por gjithsesi mbeten një qelizë atje që i zbërthen të tëra. Kështu që ata matan, specialistët, ekspertë amerikanë. Ish deputeti Spartak Braho deklaroi të mërkurën se çështja e 21 janarit është drejt mbylljes dhe se ish kryeministri Sali Berisha do të përfundojë në burg shumë shpejt. Deklarata të Braho i bëri në emisionin Frontline Interview në Report TV, ku diskutua për drejtësinë dhe zhvillimet politike të pritshme të 2026-s. Berisha është i ngarkuar, shpresoi që brenda 3 mujorit të parë të 2026-s çështja e Berishës të zgjidhet dhe parashikoi që Berisha do të shkojë në burg për 21 janarin. Kjo çështje përfit çdo çështje tjetër, i del dhe i tepron 21 janari Berishës, u shpreh Braho. Duke komentuar dëshmitë që ka mbledhur SPAK në hetimin për 21 janarin, Braho veçoi dëshminë e ish presidentit Bamir Topi, duke e cilësuar atë si thelbësore për hetimin, ndërsa për dëshminë e Ilir Metës, Braho u shpreh skeptik. Nuk e di për çfarë ka folur Meta, por nuk besoj se ai mund të di diçka pikante që t'i shtohet hetimit. Meta nuk është në pozicionin që ta rëndoj Berishën, deklaroi Braho.